Mirë se erdhët në episodin e radhës të Garage Lock. Faleminderit që na ndiqni. Sot kemi një episod shumë të veçantë sepse kemi mik tonin të pranishëm. Dhe është një, sikur e themi gjithmonë, po kësaj radhe me të vërtetë e meriton sepse është një nga kantautorët, një nga producentët më të mirë që ka Shqipëria, është një artist me atë madhe. Përveç se kemi shok. Faleminderit. Sot kemi Briz Musaraj këtu. Mirë se erdhe Briz. Faleminderit që më ftut. Shumë faleminderit që erdhe zemra. Shumë para respekt shoqëror, dyta respekt profesional. E kena planifikuar këtë takimin ton. Kemi shumë kohë. E nisëm me shumë ide në fakt. Do bënim një episod fix për producerat e rinj që ka Shqipëria, po thamë më mirë po bëjmë herë muhabet se kemi kohë për të bërë kështu masterclass e produksioni në të ardhmen, kështu që edhe jo. Është ide e lezetshme. Po bëhet shumë fakt. E bëjnë, ha? Jashtë e bëjnë, nuk e di apo kështu. Jashtë e bëjnë se jashtë nuk kanë turp të shpjegojnë për shembull si e bëni punës në këtë. Këtu është çik si me secret kështu. Këtu jam shefi që mos mori zanodin. Mos mori zanodin. Se po e tregova këtu tak mori punë. Jemi edhe popull më i vogël, domethënë konkurenca këtu është në nivelet më të larta. Është treg i vogël, fakt, mund të ndikoj kjo pjesa që është treg i vogël? Është treg i vogël sa njerëz e bazojnë kjo 3-4 televizje që kanë mësuar, bërën e këngë ose bërën e lloj pune, i podcasti apo këtë gjë që është pak të ne të tres bashkë kemi takuar në çdo formë, kemi pyetur si lidhet telat e kitarës edhe si çfarë mikrofoni përdor. Kemi brezi i tillë, Jo, kemi pas gjithmonë tendencën si të mësojmë një gjë më shumë, jo si mos tregojmë se çfarë dim. Shumë drejt. Shumë i vogël. Pyesja më shumë se sa thoja. Ta them të gjitha se çfarë biles ta bëj live. Çdo gjë që di. Pranë thash se pres më japësh ti një teori më të mirë. Dhe them rrofsh. Shkëmbimi desh eksperiencë. E shohin ngurt, e shohin kush më i mirë këtu, e shohin që bëhen 10 shqiptar bashkë, masë mund të çajin jashtë më shumë. Shumë drejt. Shohin shkurt. Shohin me drejtat shkurtë. Nëse. Po mirë atë masterclassin do bëjmë ne. Atë masterclassin do bëjmë si s'bën. Vetëm duan të ca të tjerë. Masterclassi do bëhet ke studio jote, që ke super studio. Ne kemi qenë shpesh herë. Edhe për të net, jo vetëm për të kompozuar. Pasi më shumë. Duke net edhe mund të kompozosh. Mund bëni ne gjë, nga funi natës. Reklamë mirë shumë. Po jo se Gendi pregu fiks atë sepse ka dhe gjë këtu për shembull nuk e di se ti ke qenë edhe ke bë shkollën tatë, kurset edhe gjithë të pjesën po them të arsimimit, nëse mund të quhet kështu. Po, kurse shkurtra kam, nëse jam dhe ti ke pa edhe si funksionon aty, po un kam përshtypjen që ftohesh për të. Jo, kam përshtypjen që pjesa e socializimit përpara se të fillosh punosh është shumë e rëndësishme. Domethënë, shumë e rëndësishme. Ndoshta edhe më e rëndësishme sepse nuk besoj se ka produktivitet cilësor nëse ti shko vetëm studio, çfarë bëhet, atë fillojmë nga puna, kupton? Kjo pjesë socializimit, duke net bash, duke diskutuar, duke rrafë mendimet. Po bash mend se të tretë më kemi pak a shumë vite që vim për dalë kjo pjesa e studiove. Pra lere live, se live është tjetër histori. Ka qenë shumë e ftohtë. Tash është kuptoj që po s'jofte personin, ti mund të harxhosh 2 javë kohë duke bërë vallë që e bjerë jo dëgjoj. Momentin që ti nuk njeh kush është Ernisi, kush është Shumë drejt. Ti harxhon kohë pa fund e pastaj thua pse s'ma thënë në fillim që do ishim kjo lloj tematike, po, kjo tematik. Ose do bëjmë këtë gjë në R&B, ose do bëjmë këtë, do bëjmë këtë. Dhe tash është kuptoj që më mirë rrim është më pak duke bërë muzikë në fillim njihemi ke projekti, se projekti mund të jetë 3 gjëra, nuk mund të bëj një këngë ose një gjë kështu. Është kuptoj që kohët e fundit po harxhohet shumë kohë që bëhen gabime kot në kohë, domethënë duke futur me demo gabim. Po. Gjithë kemi mësuar, po është një gjë që s'ke këshan, është logjikë e gabuar me punën, domethënë. Sepse procesi është gabim. Jashtë nuk është kështu, sepse jashtë ndal me thik. Jashtë, kjo fjalë jashtë është dhap shumë. Jashtë në Maqedoninë e Veriut. Po themi edhe artistët shqiptar nuk kanë faj, sepse për shembull, kjo mohabeti jashtë është me flasim jashtë, flet me Itali, Angli, Francë, Amerika është shumë më lart pastaj histori tjetër. Ato 3 këngë të para që ti kur i ri, që i bën si do vet. Pastaj kur merr dealin label, ai label i madh, thotë bësh një
e ke R&B këtë, ose e ke rock, ose e ke pop, nuk bëhet tash teori pafund, kur vendoset që të hyjmë kësaj që është basi është 10 këngë, një album. Dhe ai basi vendoset që producenti është ky. Nuk është kështu, po që ke 3 këngë të parë, ke drejt të bësh kushje. Basi, po të blen, ti pastaj hyn. Kjo se Dua Lipa në fillim ka qenë indie pop, UK. Nice. Tash ka çik më stil tjetër, nice është prap. Po nuk do të dali prap televizi, domethënë është bën një bast. Kurse këtu çdo herë që është basteri. Di. Basteri. Hajde eksperimentojmë nga fillimi. Mendoj të çu një këngë, po na çorientove fare. Dhe kjo gjë është sepse s'ka dille me kompani të mëdha që të thënë 10 këngë të radhës të renisit apo do të jenë në këtë formë. Po këtu s'ka menaxher më burr. Se jashtë ke menaxher, jashtë ke menaxher turi, ke menaxher viziv, domethënë për veshje, për gjithë, domethënë jashtë po të morën dorë ato mjeshtrat. Po. Po e llogaritë tjetër që s'e thot asnjëri. Sa gjua shqipe flitet 8 milion? Mos e themi. Po themi 3, 2 pikë sa ku diun sa janë këtu. Se kanë Itali, ka po 8 ja 10. Do themi 10 me gjithë sa turq që din shqip, sa në Itali, ku diun, pa futet 11. 11 milion vetëm, nga këta 11 milion. Hiç një 5 janë pleqe fëmijë. 5, hiç sa që do të urrejnë se si pëlqen floku jote, ku diun çfarë. Që ngjelet se ti me atë gjuhë pakë si target. Kurse në anglisht ka 330 milion në Amerikë, bam, 60 në Angli, bam, Kina, Amerikë, gjitha fletë. Dhe direkt është në start, është gama aty është më e gjonë. Ti edhe si kompani, po të kemi ne kompani bashkë se po e bëjmë. E bëjmë kompani bashkë, ne të tre mbledhim bashkë, marrim dhe sponsor këtë gjë, ç'a? Ku ti hedhësh ti 100 milion lekë për album? Tamam flas me video të shosh jashtë, master gjithë. Ja do të më thuj kë. Ne kanë provu, kanë ardhur, prapë këtu në Shqip. Ca kanë pas sukses, kanë pasur këto era, këto kanë bërë sukses, nuk është se nglebim ti, po lu vet, po çka këno aty? Anglisht. Po anglisht që mushet. Se Shqipa ka një limit, o të dalësh me flamurë shqiptar, kjo është që të bësh edhe këngët tona që të jetë për diasporë. Për këtë tre që sa përmene, për kaq njerëz. Është ajo për që ajo futesh këtë rryma jon, do ngelesh këtë traditë. Je limituar. Që është çike edhe kjo që është vetë i vogël, përgjithësi vende vogla, sa këngëtar malazez njeh. Malazez. Po s'ka më tetë. Ka dhe malnezi. Jo po të morë një asnjë të thotë. Gjithë shkruajmë s'di asnjë. Edhe nuk kemi dash kish ka shumë më një dons, okay, ka tek tuna, ku diun 3 ka sa janë 5. Ktu ka më shumë zëdi. Që po ta marrësh në ekran, nuk kemi dhe, më thënë, sakrifica shqiptarëve për të bërë muzikë ka qenë më e madhe se shumë tjerë. Patjetër. Se ti ke vënë lekët tuaja, por edhe unë e ti apo jo. Sikur ti to mund ka dhe teori ndryshme që ja dha ky ja dha ai, po s'ka nocioni. Lekët ke konduk, e marrë lekë ble gitar. Pastaj ke ble mikrofon, pastaj ke ble, pastaj ke bërë këtë. Kështu që sakrifica shumë shqiptarëve nuk është për të udhë në tokë, po që të ketë kompani serioze, do të shofi gamën, do të shofi tregun potencial që ka dhe me Shqip, 8 milion banor, aqësht, dhe jetë qik më mirë, qik më bënë ca evente. Këto repistat kanë dalë lartë me ca, edhe me Shqipen, sepse Shqipja këtyre dëgjohet në Londër, dëgjohet në për këto diasporët, dhe ata është vend me flamur, që ne e kanë form proudness, që kurse ky roku janë mund dalë sikur më thënë ky roku që kemi qef ne me dëshirë se unë gjej shumë hip hop R&B, po puna është ky roku nuk në vitet 90 qofse më men ka qenë proud kjo roku. Po, gjithë me flok gjati është. Ka qenë dhe kështu që dy që si shpërthimi United si Final Countdown varianti, kupton variant Scorpions, Metallica që ditëshin dhe çunat e lagjeve që thotë forti, si më thënë dëgjoshin goxha kështu, ishte si proud ishte kjo. Tani është tjetra. Kështu që s'është shkollaj që të shash industrinë në Shqipëri kur ti po sham fare se gjithsesi ka vënë në vet. E kanë shumë kollaj thënë këtu është kështu. Po ja ket lek nga një fonda ku dëgjon çon si ka. Hajde ta bëjmë. Këto ngresh. I lavgoje, ta çosh deri në Paris në çaj atje. S'është shkollaj. Se vetë na. Nëse unë kam gjithmonë që s'do të shaj shumë se ka dhe më keq se në Malizi etj. Po, shumë drejtë. Ne me aq mundësi sa kemi bërë përpjekjet tona. Kur them ne gjithë tregu muzikor. Po prap megjithatë sepse ne na edhe në agenti jemi rocker edhe ti patjetër. Pavarësisht se që producent ti ke krijuar eksperjenca në rrymë të tjera, po më ka pëlqyer shumë kjo pjesa valla. Pra ne se du të kthejmë kjo pjesa e studios e socializimit dhe mënyrës se si krijohet kënga duke rraf mendime për shembull. Sot shohim ne për shembull që ka po them ndodh rëndom kjo, ndodh shpesh. Pak në Shqipëri nuk e di çfarë ndodh jashtë, që
të vje producenti edhe të ka bo instrumentale gati, ka gati studio dhe thotë hajde tashim i thot këngëtarit, po them, hajde ma gjej vi melodike dhe i tekst. A është normale kjo si a është praktik pune? Kjo është praktik kam ide se kjo është praktikë. Apo do të ndodhe kundër me gitarën dorë të bëhet tekst i muzikë dhe pastaj të shkosh në studio edhe të bësh orkestrim. Po ta kështu e bën. Edhe ne kështu e bëjmë. Ke demo, po të paktën ke person që t'jep direktivat. Nëse ti do të zgjedhësh producer, do të zgjedhësh në bazë të rrymës muzikore që do të kesh në album. Para pyetjet kush e zgjedhje? E zgjedh kompania qofse ja apo e zgjedh ti? Jo, zakonisht e zgjedhin artistët. Jo, është zgjedh artisti. Po ky shumë që po thotë vjen nga Tu Shqipëri po flasëm në realitetin shqiptar, do të shpesh kjo gjë. Ky shumë vjen nga vitet 2000, Timbaland, Pharrell e këto e nisën, nuk e nisën shqiptar. Po. Po ti shohësh intervistat e fundit të Timbalandit, pse e ka lënë po bëhet edhe AI, ishi parë që ka bërë artistin e AI në botë, këtë ti më vonë qofse hym si ishi çik tema e çuditshme, po Timbaland thotë në vitet 2000 sa ne kemi pas 300.000 euro i bit. 300.000 euro një bit. Çe bënte? Ato që ke gjumë me Justin me ato që kanë qenë ato Kerry Hilson, ato që bëjnë namin për Tiranë, kështu 300.000, ky bëj bitin, fillon ai bënte ato demot e veta 300.000 dhe nuk ishte biti tailor made, që është bit për ty. Jo bit që e blen ke bit store që në ato faqet edhe kështu. Tash i thanë na shko 5.000. Kështu që unë për atë punë nuk e bëj. Atëherë i futeshim me kokë, zbulonim që ti je për këtë rrymën time apo si je. Qofse si për të rrymën time nuk e merrte përsipër. Dhe këto tonët shumë këto unë i njoh personalisht edhe këto që janë po themi producent komercial, jo për keq, që tentojnë të jenë on top. Gjithsesi me emra s'do të hy fare, po puna është edhe këta tash nga Reja është edhe për shpejtësi, por nuk ke shumë besim që këngëtari do ta zgjidhë vet. Dhe shumë nga këta kanë gjetë formulën e vet dhe ja kanë dhënë na gati se kjo e di që ecën. Dhe kjo ka bërë që mos zhvilloj më artist apo zhvilloj këngëtar. Dhe kjo ka ardhur mendoj që ka ardhur më shumë nga këta Pharrell, Timbaland, Kanye West. Kjo treshe këtyre kanë nam këtë formë. Këta thoshin hajde ke unë se te zgjidhim, ti vetëm do kësh pak kështu. Dhe kjo formë pop, Jay-Z më shumë, Jay-Z nuk është bën. Jo, s'bën bite po pak është tip produceri. Po, merr për sipër. Po kjo formë gjeti formë shumë thjeshtë, domethënë, atëherë u dashë vetëm i kompjuterit e dy veta. Unë që bëj bite dhe i thjet bëj fjalë. Jo, unë bëj natyrë beatmakeri dhe këngëtari. Po kjo uli dhe kostën e gjës që sa të shit merresh vesh me 4 kitarista, me 3 baterista. Po kështu është më e thjeshtë, është më e vështirë se të merresh vesh i këngëtare me i çun që bën bitin. Ta gjejnë gjuhën bashkë çik më kështu dhe doli dhe si kosto kohë dhe punë ka dalë më e thjeshtë në vitet 2006-2007. Bëj studio shtëpi, home studio. Po përmendësh çfarë që po diskutonin para se thjesht titullit. Yes, studio jazz që to ishte studio, ishte kitchenet një lek njerëz, e kupton, ishte studio bateri. Kjo u bë domethënë që kam studio edhe. Ka studio është i kompjuter, i mikrofon, edhe di palkufe. 3.000 euro bën gjë bashkë. Domethënë, jo se kemi ne më shumë, por sepse kjo forma solli këtë. Që ai tipi që bën këtë bitet, ai bëhet është nank gjithkohë, që të shpiki, më normal. Se kjo sill që do të shpikësh gjithkohë ti, domethënë. Dhe një këngëtar i mirë s'ka nevojë, ka nevojë të diskutojë një herë. Po vret krimtarin këtu. Vret valla, po puna është e vret, po këngëtari sakt, dhe i mirë, kur bën ja 5-6 këngë kështu që fillon bën koncerte do ta ngrej çik stekën. Pse e ke ngrej ti stekën dhe ti? Pse merrni live, ti do stemsa ti bën live. E ke ngritur dhe ti mund të thosh vëlla, e blej gjë kështu, po pse s'e bë? Se të vijë çik si kështu, tash dalë edhe vet këngëtarët. Po normal. Ta ngrejmë çik stekën në ose ne ndoshta kemi filluar një periudhë tjetër që kjo gjë ishte shumë praktike. Kurse këto të rinj për shembull, realitetin vet kanë pikërisht këtë. Po i ka shpresë që ta zgjidhë producenti dhe zgjidhë jetën apo. Pikërisht po. Nuk ta zgjidh producenti jetën, ta zgjidh këtë 2-3 këngë, që të zgjidhë pastaj producenti mund të ikë jashtë, mund të ketë jetën e vet. Martohet, s'del më afër. Se ka vajt çdo gjë. Nuk del më natën, martohet dhe del më natën, kjo është e bukur. Pa s'del më. Lajë punohet në drek. Po muzikë, në një këngë bashkë po në drek. Po zot çot merr, dielli aty ose. Jo bukur po të shosh ky diell me muzikë me diell. Jo dielli me shëm. Zakonisht gjithë botas natën i bën këto punë. Normale po. Artistët përgjithësi që e them gjithë se zgjas shumë në bazë. Princi, legjenda, u thon. Princi 2 rregulla në studio, studio kishte poshtë shtëpis. Studio nuk e di që studio finale apo studio demos, është 2 rregulla. Një do vishin gjithë siç vishin live, që kapin vibe-in e live, s'ka penxhere dhe s'ka orë. Normal. Por hym nuk e diet. Interesante. Jo s'ka orë se të gdhim. Domethënë si diet mos na leni këtë limitin tash 3 orë. Vazhdo provën, e kupton? Dhe ajo është që thotë, ajo është
ta më session që do derisa dali vibe. Dali gjëja më për tash. Edhe mos të vi shumë me tuta, se me tuta pim disi sigurimi në gjumë. Vishun në siguri janë gjithë kartë. Ora thoshin ato ke intervista që për shifin ato gocat që ishin në zërat e dytë, për kishte taka. Ta do pritet gjithë kohë. Vibe aty që është, po si pash gjithë në klub, nuk bëhet prova. Që kjo është i formë. Po çka kosto ka kjo? Bëj që kostën të të vinë gjithë. Të paguhen gjithë ata, ta marrim shumë, më fal, ta marrim shumë break it down që i thonë. Po ta break it down, ai artist minimalisht do paguhet ai pra. Do vinë 10 veta, bëjnë prova me Princin si tek Princi të 8 mesit. Po atë tip ka që ka bërë ato hitet e veta. Ato çudirat. Këngësh ajo që ka bërë, është çudi e bër. Tamam. Kisë, çan ato, krim, ato janë stile por që nuk të vinë ty nëse s'ke atë manja klikun ta. Është stil, është detajuar me punuar, nuk është detaj i ri. Michael Jackson, bërzi me po Michael Jackson zi me Freddie Mercury se vite me kafsh në studio me një çfarë vite me qena ku diun se bëndi e ke pas si janë zizë hiqe këtë tash jo do vi me nuk ishte ke nuk e me një ato kafshi gjë më janë zidë më unë kshu e kam stilin tim jo është ata nuk kanë lënë këngë pa bërë jemi çik çuditshëm ne artistën përgjithësi ka secili ka një klikun e vet ti ndro mikrofon zi është 3 herë tamam se ta tregojmë atë historinë kur bëm këngë në mikrofonin moment jo histori shumë kot. Sa më 57. Po shumë kujtu me këtë që më knoj. Jo knoj me këtë ky tak i ndandru, pa s'mori vesh asnjëri, po në moment se kuptu. E bëri trikun ky sepse ai artisti që fiksum duk këtë mikrofon. Imagjino tash një tjetër që është s'di ku çojas lekët ka pa fund. E mundësitë kështu ai do. Kur bëj unë e duk kështu, kurse kjo që thotë ke shumë drejt që kjo ka qenë kundër kur do beatmaker e bë si doj. Dhe kjo i ka lënë shumë këto artistë shqiptarë që të varen komplet nga producenti. Edhe e kanë shumë vështirë kundrejt producenti, ke pa disa, se sot s'kam qefarit për me, se s'do t'i fare, se dhe si njosa, po që në parim, kush ka ndru producent, ka pas hallet ndaje. Ka këto flas big stars, ka nik dhe jashtë, shumë. Jam super shumë me X-in, Y-in, pak janë që kanë eksperimentuar dhe ka dalë. Pra duket që s'ka qenë pesha kryesore e majtë në kurizën e vetë. Shumë herë ka qenë producenti, po. Edhe rrezikët e vija melodike edhe kështu. Po patjetër por. Le që kanë shumë njerëz derisa demo marrin ato se nuk i bëjnë këngët vetë por. Janë shumë të pak. Bëjnë vetë këtu janë shumë të pak. Po them jashtë. Ja, po ke Kerry Hilson. Se më kujtohet tash. Kerry Hilson tash sa më vjen njëri se masë s'është brezi këtyre tash që janë sot masë që janë. Kerry Hilson ka pas bëj gjysmë të këngëve të këtyre që kanë qenë atëherë vitet me tjetër derisa than këto ta marrim herë vetë por Sugeli dojë zëra dy to, kupton? Edhe e futën bërja 4-5 këngë atëherë me Timbalandin me këta bon namin, kupton? Normal. Sia, faka shumë. Bravo, Sia. Sia s'kishte lukun, po e shiti lukun në formë artistësh. Edhe tash i vdesin gjithë. Sia vdes. Ku diun, you need Damaliqi vdes për Sian. Se është weird, edhe luku është super nice, po puna është u bë cool, se në fillim po ta vije në ato vite që ishte vetëm hot ti kush është më nice, më hot, shumë. Sia s'kishte lidhje fare. Sia ka qenë me 07, ishte kështu si me pas marr nga Krevati, me fut në live. E propos ja që shine bright like a diamond si e ka bërë, po domethënë duk që por sigurisht si komplet si ajo. A ka bërë tjetër aty u kuptoj që fakt dhe luku por ta Jamie Kong siç është, edhe si ka ec shumë drejt. Si shumë tjerë domethënë. I ka bënë 10.000 euro si. Po. Si nisi ideja studio si herë? Se ti e ke pas shef gjithmonë që i vogël po. Me thënë drejt tash këtë mua vetë studio është më bëhet kështu që ajo nuk ka plan domethënë ajo punë. Un kam pas fatin që kam pasi bab që na kanë ndihmuar ne ke pjesa që kishim i dhomë madhe, si ke krave, domethënë, ke dhoma imi kishim i dhomë çik madhe, dhoma që rria unë dhe edhe kishim baterira gjëshë dhe unë automatikisht kur fillova duke knu live, unë nuk kam pas dashur me knu live kur. Ka qenë Herbie, përshëndes që knote, ka qenë Herbie ka pas knu fillim me grupin Klas Supernova, Flas ku ishim Kalamaj. Ose njerëzit njohin nga Supernova, domethënë përveç njerëzve artistëve që njohin si producer. Nuk ka qenë planit këndoja unë. Never like, domethënë asnjëherë se kam pas shumë ndër. Po iku njëri herë tjetër ke një moment Vivi Josi do të çojmë më shumë me gitarë, bas, nuk është se ngela unë pastaj pëlqeu, por që në kalimin e kohës kur shkum këtë Top Channel-i që regjistruam te Top Albania Radio. Ju keni Supernova tregon në Top Fest 2? Top Fest 2. 2004 kam i dënë, po. Psikonova, po. Ka për grupi kishte janë 2 vjet që vinte për ta. Domethënë vinte me datë për të lokalit Tiranës, ke lokali Sandrit. Ishte këto venet. Dhe unë e kuptova që unë qefe kisha atë të këndumen live, po më diqim torturon emocionalisht, e kam shumë kështu, domethënë se kur dal live.
Gjema nuk është se kam emocione dalë, se unë jam shumë kollaj dalë, po më jep shumë mikë gjithë ajo dita aty, me kam si kështu sigur. Ashtu kam shumë vazhdimisht. Ta kemi dhënë, jo mikën për keq, po e kam shumë me kështu. Nuk e mendoj fare si punë, e mendoj si shumë qef. Si ta shpjegoj. Dhe pash që unë kur hyrë në studio më dukte si ky jam unë. Alban Mali që prapë përshëndes që na ndihmuan në fillim. Përshëndesim Albani ka ndihmuar komplet albumin Bojkeni Albani, po Albani është marrë kishte dhe El Kraja, po Bojkeni na futi këmbët kjo që na bëri të parë bëhe shqip, se ne kishte vetëm anglisht, kopionim ta YouTube, Coldplay kishin filluar, Radiohead. Bojkeni bëri dhe kur hym në studio ne kuptova që unë dashuria që ishte nuk qet për të këndu. Domethënë edhe nuk kisha qef, edhe zërin tim nuk është se kam qef fare. Më ditë kroj sakt, se kemi qef asnjëri. Nuk e kam pas njëherë, nuk e kam punu njëherë. Duke si klishe, po është vërtet. Po nuk e mbar ne, por kam pas gjë kështu. Më qef, unë kisha qef dhe efektet, u shifi Albani si bëm shumë thashë unë bëj dhe unë. Dhe momente që çunat u dizinteresuan shumë nga kjo pjesa live se u bë dhe çik si cover, qofse më men atë periudhën e 2007-8 diçka kështu që shumë e çuditshme bëje këngë të tuaja. Ne dishim që bëri që koha filloi vetë Data Demi, kanë qenë këto Burnout, po kanë qenë dhe çka kanë qenë ca grupe të tjera që bërin shumë cover. Dhe unë nuk po I hyja dot asaj loja. U bë çik si e bezinë, investuam për album, gjetëm ke qenë avangard në atë kohë. Masë që momenti ka punë. Nëse do ishim në 2012 dhe ishim si më në qef, kështu që let's have fun, edhe let's sing YouTube no se ku diun çai ishin ato që ishim në qef, që më ndryshe, por në atë kohë na u dukte sikur duhet bënim këngët tona. Dhe në atë moment më dukte vetë shumë e çuditshëm live që përballë njerëzve që gjysmë atyre s'njifshin këngët e YouTube. Dhe YouTube për mua që në komerc, po jo vetëm Tirana, se Tirana e njeh, por kur shkoj Korç, Vlorë, kështu kemi shkuar dhe si gjithë. Unë kam lytë tasteristi, ku diun Alban Skënderat në tur. Edhe më pëlqet edhe ajo pune, po thash sa kam qef si gjë këtë live. Dhe nuk më vërtet që më s'po kuptoj që përveç se kisha qef këndoja, se kisha një qef më tisha edhe si instrumentist, kisha qef thjesht të kisha gjë në dorë. Dhe nga Albani më shumë që e shive që më pëlqet ajo situata me atëherë ka qenë se flesim me kulle ditë me hallë, por si ka qenë galla. Si ka qenë programe, si tash është shumë kollaj. Kulle ditë dhe program editimi audio pa tik, pa asnjë lloj forme, se po diskutojmë në Albanit reverb delay me kështu pra, me copy paste. Tak. Vitë. Ja them prap. U torturoi Albania na ka shajt, nuk e di se na ka shajt. Për ato që po një gjën, se po diskutoshim kafe. Ka qenë të bërë. Lediani, ish baterisi I grupit tim, që kemi qenë bashkë Burnout. Edhe tregosh një kështu regjistrim në studio dhe I thot personit që ishte producent s'pe përmend emrin. Po. E tha, do bëte baterinë, e tha, o plak tha, ku është metronomi? Metronomi për gjithë ata se din është ai që mban ritmin. Ai që manko. Tempo. Edhe prisën në play nga kompjuteri, edhe metronom po më dha. Metronom manual. Manual. Ja Atëherë ka qenë të merr. Metronomi që vinte me në Albani vinte me një bateri që kishte kohë sepse ai programi që pa gridi që bëjmë ne që rrjedha që të fusin kohë. Atëherë programi parë para se diç ku base Nuendo ka qenë kjo që Reason bëte beatin, bënte me Reason Albani, bëte një tik me Reason me tempo sa ta gjenim ne, sot na, pastaj atë importonte si kështu, e bëte 3 minuta. Kuptoj domethënë çfarë, ose bëj refrenin ti. Bëj gjithë refrenin, dhe më që copy paste në tempo, nuk e bën të shihën për një gjysmë sekondë. Ose dorën e D. Edhe trak del. Po dyfish. Po 4 sekondë. Atë do të gjesha prap. Por është gjysmore ose është në kohë. Dal sy. Dhe prap unë kisha qef. Domethënë aq shumë qef e kam pas, derisa tash më thënë mërzit kjo forma tash po mundohemi të bëjmë çik më kështu si më live session, si më kështu, po bëjmë një projekt që marrim terren jashtë, bëjmë një akustik. Është bërë si repetitive kjo. Unë kam punu me shumë lloj këngëtarësh nga komercial deri ke grupet më indie që janë, edhe me ty po gentin më pak, po puna është që bëhet çik repetitive për shkak, edhe bashkë kemi gjetë veten në momente që prap, priti si jemi në qef. Po mirë, është proces pune që është më së normale. Po do të shpikesh, do të mundohesh
pak nga ana ime, do të shpihesh që mos jetë e mërzitshme, se s'mund të zgjidhesh ti pi 2 birra e zgjidhesh, se s'është ajo forma gjithmonë. Sa bëhet shumë pastaj që jemi në çep në zonë. Do të ketë kimin mes producentit dhe artistët, ëse. Atë që tham përpara, po jashtë në studio, ka atë që s'është thon ti gjithmonë i brizë se i tjetër, mund të jetë i tjetër ndroja për sa për kështu. Change the vibe, sa për eksperimentim. Sa për eksperimentim. Ose merr kitarist tjetër në moment, ku gjë nuk e di. Domethënë duhet të shpik në mënyrë që mos bëhet e mërzitshme. Kur ke 10 vjet që më bën një 2 ditë, shumë drejt, se bësh repetitiv. 2-3 natë se bëhet ti di shumë mirë, është punë, nuk është punë, është torturë. Ç'e punë është, ti s'di kur del. Domethënë fillon 2 del në 2. Më thaj, ose mund dalësh 8 se le, ose zihesh, po mund dalësh edhe në 4. Mund të thosh sa bukur, hajde dalim ikim në lokal, jemi këtu. Është shumë e bukur, dhe po pati dhe të ardhur ekonomike është më e bukur në botë. Për mua, patjetër. Producent liku dhe studio dhe mas studiosh dalësh të ka dream life. Por mua ka qenë edhe ka pas një periudhë që kam qenë që kisha edhe punë të si thosh punë tjera të bazuar që nuk mjes kur nuk shkoj në studio mjes. Ka qenë dream life, domethënë për çun të ri, 36 vjeç ti dalësh hysh në 5 studio, dalësh në ora 11 ditë spremtet shtunë me ato artistët ti dalësh në lokale, bësh qeve, mos dalësh live, se ju dini live, pra e keni shikse ju keni punë. Jemi shkëputur në studio. Kur dinim kështu si më thënë mas studio se kështu ka qenë super gjë e bukur, ose diçë me këngë më vonë për shkak ose ktheheshim prap me Alban Ramosen, ktheheshim dhe mas lokale. Po, në studio. 2 natë së përkut. Më ne premte shtu se po bëjmë muhabet ashtu tash 2 natë shumë. Pa premte mas folis, ku gjë lokal. Vida po por si ai vibe ti jep te vibe tjetër, domethënë si ta bëjmë çimë kështu. Hajde ta bëjmë, hajde këtu tash. Dhe ishte si pa limite domethënë, ishte shumë e bukur se kur ka prodhim. Momenti që ata e nxjerrin, momenti që nuk del kënga masore kam thënë. Normal. Jo, është brasare fare. Që merr. Ne mos e thuaj se kena 100 demo dhe unë edhe që ti punojmë. Zot, si ta gjejmë? Çfarë të gjejmë? S'del, s'bëhet, të rrisi punë shumë. Nëse po e bëj shumë që ka qenë shumë punë e bukur sepse ka qenë punë që nuk e bëje para se dilje. Si ta shpjegoj, domethënë para se ti ishte live ti shkoje ishte si e shifje për çfarë, por nuk ishte torturuar me afishe e kështu. Po. Pastaj live që kemi nisë ti me baterinë krah hapur. Po. Ashtu vazhdo bëhet prap. Mirë, po ka shumë ndryshe tash, ka çik më kështu. Ka ndryshuar, si është ndryshimin nga vitet 2000 tani? Çfarë gjë është më tepër përshtypje për shembull? Profesionalizmi është tjetër nivel fare. Unë tash luaj më mirë, jo nga ana instrumentistëve është më mirë. Pa me se s'kishin gitara fare, të që janë instrumentet i kanë, sakt janë, dhe se dike pjesa mund të keni, ju jeni më kështu, po që unë shoh që ke profesional, ke gent rushat e këta i ta marrin përsi për të bëjnë një live direkt. Tash s'po them ta nisi kështu me shokët, se me shokët janë shok. Se jo s'do ta prish me këtë, po ta lesh me ke njerëz që ti sot i le diçka gati dhe mund ta zgjidhësh. Një album të ri ose gjë. Kurse atë ka qenë shumë më kështu. Ka qenë shumë më najer. Megjithatë, domethënë s'do të bëhem nostalgjik. Ti më mos po ngatro me grupet, do të flas për profesionalizmin i instrumentistëve. Jo, tash të krahasosh ton detën me ku ti kush është sot. Ata personazhe që vinë në moment i parë që ata që nuk vinë. Por them s'do më bëj nostalgjik, s'do të shkoj kaq larg ke vitet 90. Do të shkoj ke periudha 2000 e pak. Që pati shpërthim pjesa instrumentale diskutohet me të tre dakord që sot i kanë kushtet dhe kanë studiu më shumë ku dëgjon. Problemi është që ke ngjyrat e muzikës. Atëherë pati shpërthim për shembull ishte grupi Supernova Juj dhe shumë grupe të tjera edhe këngëtar. Edhe dëshira e modhe me qenë origjinal. Sot si mendon kam është duk ky pjesa që nuk janë rock o burr. Nuk i mund të shash sa dush për shqiptarët, vinë nga tjetër edhe shqiptarët. Rryma jon, tallavaja jon është 95 biti është njësoj se reggaetoni. Se gjithë e ke vënë se bëjmë diskutim. Kjo gjë ka rastis fati gjithë këtyre. Po, këtyre që bëjnë. Kjo është reggaetoni që luhet gjithë botën, është 95 është tallavaja dhe tallavaja që kemi ne. Ne kemi kuptuar nga vitet 2006, jo ne të tre. Ne si popull kuptuam që nuk kemi rock plak, Tirana është i çik rock. Bloku, kjo, nuk është se jemi rock shumë. Okej, edhe Lezhë ka pas shumë, Veri ka pas. Vitet 90 apo? Po ku ka po pra vitet 90, po e kuptuam që ne 70% nuk është se jemi based rock, jemi traditë. Dhe tradita doli që tradita lidhet shumë me këtë reggaeton. Amerika ka bluesin, ka soul. Ai ka traditë shumë gati, nga jo ka derivu. Ai ka traditë ti mund ta shohësh sa dush, por ne traditë kemi populloren tonë, Jugu ka të vetë, Veriu ka këtë. Janë shumë bukura. Çdo nga këto e ka këtë tempon si që mund të bëhet shumë kollaj reggaetoni, shumë hip hopi, shumë kështu. Jo kollaj rock.
E kanë bërë Djem të Dedit. Dakor. I shkon, ka. I shkon më po u bë. Kurse kjo vazhdon shumë sepse është edhe shumë easy, ta thash edhe kollaj nga ana komerciale, i kompjuter dhe nga ana buxheti është kollaj. Unë mendoj që ne kuptojmë që nuk jemi kështu West si gjë, jemi më ist, jemi më turq, jemi më grek, nuk po shaja si gjë, domethënë se e kuptojmë nga 2005, patet e momentit. Ai momenti që thotë, pa ai momenti që ka thënë nga që përmendojmë që tani topit, mendimi im. Tani topit do të thotë. Se thonë shara gjë përmendin gjithmonë ai ka qenë legjenda. Jo për se pas lloj lidhje vetë unë 2 herë kam taku. Inovativ. Po jo, ai tha unë do jap platformë. Unë do merrem me gjykim. Aty ke Top Fest kishte edhe tallavaka pas ç'ska pas me shpat kasapra me lloj. Po. I pop kishte getoare këto, kishte edhe kështu, po do të që ai nuk e gjykonte grupi me gitar. Nuk thotë ama këto me gitar, më kështu këto. Madje ka qenë fan. Ishte po sepse vetë idiotë edhe greke. Dhe kështu dhe ndryshe nga televizionet tjera nuk është se po shaj njëri. Tani Topi tha që barabart dhe këto kështu, edhe në finale luajmë dhe ne luajmë edhe këto komerciale. Kishte shumë vëshmëri burr, kishte shumë vëshmëri. Sepse pasi gam, si e pa më larg, e pa që më mirë të ketë më shumë gamë muzikore se të dalin 5 monotone gjëja. Dhe tani për shkakun që inovator që ato vite që ishin vite Top Fest që unë nuk shkoj në fillim se s'ka live, po tash edhe ai live së rrezik se ka pas bot dot, se s'është shkolla. Po ai pas asaj bëri ture, momenti ture të Top Festit. Ture të Top Festit kanë çuar në përgjithësi Shqipërinë apo. Di. Dakor, sa kishin qejf, sa thoshin ç'është ky tipi. Po ai e boni për pjekën. Ai e boni për pjekën me servir. Ai tha XY komerc të shpërthej veni me këta që janë komerc, kërcishë për le të jetë platformë vogël për ata që janë indie pop apo ku dijon ça. Dhe kjo ja shifet, ma thuj tjetrin. Vate se televizion tjetër shumë pak e bën atë. Po. Dhe ky dha këtë, dhe kur s'është si ishte më ai era kjo gjë, jo se po ofendoj këto që janë tash, s'ka lidhje, dhe këta e bëjnë. Po ai kishte më shumë se ai vetë dëgjonte edhe Metallica vet. Kush e ka pas një vetë që dëgjonte me Metallica deri Notis Façanaqis, kupton që live këto janë gjithë me instrumenta. Edhe Notis është live. Po normale, por buzëqet greke kanë instrumentistë më të mirë grek. Po domethënë mendoj që ka rënë, jo se ka rënë cilësia, po i ka ra shkurt populli shqiptar. Ka qenë Vardë dhe janë shkurt do me dalë me pjepur, nuk është se i bin shumë gjatë në kohë, me një popull i çik i varfër, me një brok mesatare, ku diu sa i bie, 600.000 sa Roma mesatar. Po ku diu nuk do të thellu dhe muzikën që dëgjojnë, do të thjesht ta shohin si rektim. Qot çajin atje me nerva, o çuna. Po shojë. Po si e ke? Po më thotë që jo ke drejt për ne po Bruce Springsteen bën edhe USA për Amerikën, po kundër Amerikës e veteranët shkencë. Do kota kuptosh. Do ulesh ta menosh, Coldplay ç'është White Shadow, ku dëgjon. Është pak You Two Thought With or Without You. Me ty pa ty është i soj, është çik si do i çik. Ti do të çaj se jam i mërzit, do jem luftë me çuna. I do taze Gjona. Popull që nuk ka kot menohet, kur s'ke lek s'ke kot menohet. Ka hallë pra, ka hallë, nuk ke luksin. I bishkurt, shumë mendoj unë. Që është ndonjëherë që s'ka kohë por do emocionin sot. Drejt. Që du sot e do direkt, do dalim sot. Dalim ja se jo sot. Edhe ajo dim. S'ka më kongë e Pink Floyd nga 20 minuta. Jo. Edhe shpejt, po. Edhe gjithë bota është bërë çik shumë pak. Netflix i shpejt e zgjedh sot. iTunes i zgjedh për Instagram, për çfarë kitara fillim ndroje. Problem. Është shpejt fare valla. Kozgjatja e dëgjimit, sidomos ke këngës, se ku kishte dalë një statistikë. Kozgjatja e dëgjimit është 15 deri 20 sekonda. Që s'pëlqej fillimi, hoqë, s'pëlqej fillimi, hoqë. Fillimi është 15 deri 20 sekonda. Ta vjen direkt, vetëm është ndërhyrje. Fadi vesh 95 bitin. Të lini është edhe çka për ne. Sa gjën teksti. 7% shqiptarë atë, se janë ndjen me tallavan, thëshë se ka rastis kjo. Po që mendoj që se kemi vetëm ne fajin, domethënë, ja bëj gjithmonë të batutën se Netflixi, po shifshin Netflixin ma bën koment, s'ka rëndësi se më pet shumë. Që Netflixi duket edhe me userët e tjerë. Po. Dhe një shoqë me përgjithësore, sa pse ishte filmat kaq shkurt, se ku shefti çfarë filma shumë. Se kishin një shef se sa ka shkurt. Se ato e din kush është. Edhe i thash, po ku i pepe kanë pakot ta ushit, thash ai shoh. Ato 1 minutë e parë më e dalloj që s'është gjë. Edhe vërtet ne bishim kasetat ato, ka se shifshim film Seven, këto meshim kasete edhe si ditë. Por e blije. Do ta shohësh s'do. Do dëgjoj se s'mund. Atë vetë më thonë që edhe kjo mungesa e produktit fizikisht. Pra, e ka humbur rëndësinë. Por që ti për 5 sekonda po kitarra që bën ti me Gentin, po s'pëlqeu, ndrohet se na çau tra, kupton? Kush ta teatër, po pritet ta çoj ke minuta 2. Ke minuta 2 mas ndroj gjithë kënga. Po, ajo. Ja, po s'ka kohë. Shpejt të ikim.
Shpejt, kot. Ja pra, këto janë statistikat. Po ka qenë e bukur për shembull. Ore vjet produkti. Po le merresh me vetë, e kisha edhe si koleksion dollap në raft. Tash nuk ka vinili, këta që kanë filluar me këto vinile duan ta kenë një lloj kështu. Prapë Audiofilet janë pakic. Po janë pakic sepse ata që blej vinil gjaka që kështu tipa që dëgjojnë. Normal. Nuk është ideja që domethënë ti kur e ke fizikisht atë kur ti ke blet 4 albume të një grupi caktuar ose këngëtari për shembull, kur ta qisi teatrin edhe sikur mos pëlqej thjesht ideja që ti do të plotësosh koleksionin e shton aty. Po është edhe efekti surprizë, është efekti surprizë më burr. Ti kur e blej albumin, nuk e di, dilte një album një grupi të ri, për shembull, blej albumin, ishte efekti surprizë vetëm gjë që ishte shkojë ke shtëpia, ta fusin në CD player. Tash i ke 400 review pa e ble. Kjo pra. Ti ndikohesh në review, ndikohesh ke views-at që ka. Po pas ka filluar. Edhe përdesë s'ka shumë views që ka kon si kong, ndërkohë që ti heq komplet subjektivitetin tat ke kjo që do dëgjosh. Kjo është. Dhe kjo rrit Dembela. Gjithë kjo rrit Dembela. Po ata provoj. Ose është koha fast food. Edhe në filma ke shpjegimin poshtë. Nuk kam qenë me njerëz me shoqëria të vëmë filmi funit i David Lynch. Çfarë gabim mund të jetë? Gjigant apo çfarë ketë gabim Tarantino? Ka buk film i keq. Normal. Çfarë thot? Po është shumë. Ose trailerat. S'kan kohë njerëz që kanë menuar shumë shpejt. Nuk i japin me artë dhe s'ka dhe idhuj, ma men çfarë idhuj ke pas dhomën më cepin me postra. Atë prandesha më thon. Edhe i pozën ajo letra që e njësën. Nuk është idhuj që keti, mund të keti ky fëmijë idhuj, noizën e këto le ta ketë shumë mirë. Okej, superstar puna vet. Po jo një, ne kena pas 17 idhuj vëlla. Unë kam pas idhuj në aktrim, kam pas Brad Pittin postë, David Beckham, kam pas Radiohead, kam pas YouTube Bono gjithë. Edhe ke studio i ke. Ato Të që është kështë shpejtë të burë, është vetë idhu, këtë 18 vjeç i ditë gjitha. Ditë që e ka marru punë, e disin bërë. Zdo ullë vetë në të vetë tjetër ke mërë. Për lartë, është më të fotot e vetë. Por është idhu vetë, është vetë, ka i makina, ti është idhu. Ja, vetë se meru. është fast. Po, këthej mirë ke gjeneza, ke grupi, se shumë njerëz, dhe më thënë që janë dhe nostalgjikë dhe din shumë mirë se për epokën që ka bë grupi Supernova, dhe për ata që din është nostalgji dhe duan ta dëgjojnë, kurse për ata që se din leta marrin vesh. Leta zbulojnë nga kjo intervistë. Flasin çik për grupin, si u krijuat, si erdhi. Ashtu që unë kam pa, ja kjo dhoma, edhe kjo mundësia që kishim ato instrumente e parë, ke shtëpi, ke lokali, ke shtëpi, ke Sandri përballë. Aty u nis kështu si tip zhurmë ajo Erbi kishte lice, tha është vivi me Josin që dëgjojnë Beatles e qenë çik më të vështirë për mua. Unë dëgjoja, po s'kisha më thënë Beatles janë çime, unë ishin më shumë Oasis, këta ishin më shumë. Ju gjithkohë se keni qenë të orientuar ke edhe këta si familje, edhe familja ime ishin vdishin për këta. Ora stisën, filluam me ato pras ishin bateri, filluam të gjë, tash gjithë kjo anti e jona që në fillim që shumë anti kësaj situatës komerciale, si thosh që quaj. Që e anti, pastaj për shembull na mori Toni, Deda, i live, vëmi live verën dhe të shokut. Pam që kishte një lloj kërkesë të shkollës, që kish vinin 50-60 vet, nuk ishte kështu gjendje kohë. U paqe ne bonim cover, apo fillim të bëjmë këto. Në atë moment Bojkin u shfaq që filloi thotë hajde ta bëjmë një provë shqip, Po puna është që filloi thasë unë pa fut piano që është 6 vjeç më qen piano klasike. Me Adriana Dizdarin që e përshëndes. Dhe piano klasike private, jo shkollë, këta ishin lice, këta e bënin muzikë për ditë, domethënë. Unë isha më, jo autodidakt, po isha më kështu. Po që i bia aq shumë se që po bëhesha pianist për vërtet. Klasike, ka Beethoven bëja të gjitha, nga kursi. Kam bë 6 vjet të thash, po thuaj se për ditë. Kështu që nga kjo lindi që domethënë ç'a na mungo, se në vitet e ke ç'a mungo dalë si Ton Deda, si këta, si Sandri, si këta. U ishte lokali Sandrit me Mosqetira. Mosqetira ato, ne shifshim shumë ata, vishim me Petronini viti parë. Që kanë ke stadiumi ka qenë super fare. Viti aty e kanë bërë të plot. Domethënë pam që pritet se me këto kitarë të mushka bër. Po jo, u mushte plot fare valla. Ai ka qenë 2 vjet ai lokal, ka qenë edhe sot më bën. Ka qenë fashkosi nga Breza. Po aty kishte edhe Robi, nuk është se që vetëm këtë jo metalar apo rockera kështu lloj apo kishte këtë çetëm tipa edhe me kostum që gjonin muzikë në këtyre. Edhe Sandri edhe Sandri ka limu, po Toni e bëmë që bëmë 2 koncert kuptuam aty. Ishin fillon bërë thoshin është edhe nisi që ai ishte ty s'kisha taku, flas di fillim fare ishte jashtë, ku ti nuk e mbaj mend se ç'është histori.
2005, kur e keni nisur Gjigën, 2005? Nuk e mbaj më mirë. S'kishte 2004. Ajo periudhë. Dhe ajo po ne aty pam që mund të kishte, pastaj kur filloi kjo Top Festi që ka ngel çiksi histori, ke i dyti hym prej bojkerit. Futu bëj shqip, doli ajo Psikonova që bë pse ajo se është kopje dhe hu që bën people trap or down. Ka qenë rebelizmi para anglez 64 dhe my generation që gjenerata jonë është kundra sistemit dhe bëni si gagaç se gja që Po Supernova që vonë që fillim apo Supernova është nga hezë po më Champagne Supernova. Po jo, po e kishte vonë që fillim. Po pas se dilshin apo ka qenë ato momentet e fundit, minutat e fundit. Kishte emra kështu fillim me Janin, kush hynin tim. Supernova emri bukur. Po nga kënga, komplet. Deshim të kishim një gjë komplet british dhe gjetëm të shumë emra, ishte shumë rëndësishme të ishte shqip dhe anglisht saj. Se unë gjithmonë e kam edhe për shumë edhe për fëmijë kam kështu që tjetë universal. Tjetë universal. Shkoj të si jemi Briz Vista thënë ata. Se ngatrohet. Po na është të paktën tjetë kështu. Tjetë një dhe ajo më duk kështu si fix, plus që ajo është tamam kështu si ikona e bre aty qem ke, ajo lloj rrymë, pastaj fillon to Coldplay, këto që na futën çik më balada, më kështu. Si fillim që shumë zhurmë. Sa zgjatën Ishte indie komplet, indie rock. Nuk e di sa zgjatën me. Në 10 vjet shkoi. Që në fillime po, një album albumi me shumë kështu. Më shumë vështirësi. Ka super kon. Si ishte deal albumit, do ndajmë 50-50 me studio. Ne kanë shumë se kur u bë ajo bë më shumë kështu na kanë ndihmuar njerëz që dhe paguajtëm me aq sa kishim mundësi se tash do punoj, do regjistroj edhe regjistroj. Sa kushtot i komet herë? Po tash me mik 4 festivale 400 euro. Fani me se keni kap kohën 98 si që 70.000 lekë konga. E sa kongë ishte albumit të llogaritë. Të bëjmë ne boj një Hendri shoku i babave të ndihmoj sponsorizim kishin kompani. Ku të i gjej për të shkruar? Pa edhe i gjej më s'kishim, vaja. Edhe na ndodhi tersi që sa doli albumi, Top Records i e mbylli. Një 3 muaj më vonë. Dhe dolën kopjet e para, nuk e di sa do shiteshin numër, po puna është marroi Top Records, nuk di çfarë e mbyllën e lanë si punë dytë, fillon me ca evente dhe do të thënë ai doli po s'doli. Do ta pyesh më ku ta blej, tash kam shtëpi ca kopje, bleva ca vet, mrapsh. Pse s'kishte dyqan, kishte ca Top Records, 3-4 dyqane Top Records. Jo po i mbyllën. I vet Top Records. Sa kam kap. Ka pas one ato, ka pas që dyqanet disësh në Tiranë, një 5-6 ka qenë serioz. Aty do ishin këto, se Topi kishte që i çonte. Ato 5. Ku di që sa njerëz do e blinë, do ta kishin shumë fishimin e bota Topi. Bën ata. Topi vet. E bëri një 1000 kopje, nuk e di se ç'bëri. Nuk e di ç'është çmimi, 5000 lekë në shëjtë. Ideja është që nuk u ngeci. Dhe ajo që ishte po zgjidhesh se ideja që po tash që ku do bëjmë ne, do bëjmë kemi shkruajt gjithë anglisht, gjithë çantë kemi çu demo. Aty kuptova që nuk është shkolla kjo. Jo, shumë vështirë vlezë demo. Ti çu anglezve, muzikë angleze. Ka di gjumë, kam qenë me aty në Londër, kam qenë me Gosi, s'kam më emër, ka qenë spanjoll, kështu që kush muli nga 2012-ta. Që ajo punonte ke një nga këto kompanitë. AR që të gjithë talentet që kërkojnë grupet e reja po. Ja unë një 20 disë që e vejnë, ato që vinë kështu. Normal. Që e vejnë play. Shit, t'jave mundësi. Filloni shumë vika, 1-20. Ku do të shoh që ke vështirë. Kështu që kur përballesh me ftohtësinë pragmatiste anglo-saksone amerikane, ti thua priti herë tash. S'e ka kaq kollaj që ke parë për filma. Se e bukur e unë është shohim gjithmonë historitë këtyre që kanë dalë. Po. Dhe këto s'do të dalin gjithë. Liga Bue, nuk e di sa Liga Bue ka pas, sa YouTube ka pas. Në shohim këto themi, ja pra ky vishin ca çuna, i mori. Ose Coldplay. Ose Coldplay. Çeka kollaj. Që nga janë e shohim gjithmonë këto histori të suksesit. Edhe shqiptarët përgjithsisht shohin vetëm sukses, shohin sa veta sa kanë bërë, sa veta kanë po dy statistikës. Statistika është 11 por. Një me dhe si futbolizë, sa futbolizë zbojnë, ti thu Messi, që sa ka rokën Messi, të bojnë, po. Kështu që dhe kjo punë, unë atje kam pa që nuk qesh shumë kohë, kur fillum të me thënë duke qu demo, vërdal, jashtë, kështu, jo po kemi bë këtë fut në për MySpace, që në qenë ato fillim. MySpace kënë qenë pa. Para këtyre Spotify, do. Soundbetter ka qenë herë, se majme ka qenë, fillim dhe veta. MySpace ka qenë kjo. Kështu që ideja që u kuptu që nuk qash kollaj, edhe përfundum dhe duke luajtur në Korç. Që s'po ofendoja si gjeko që shumë nice, e bënde full living room, i se shbënde blendi me agentin, me këto bëni ca ture, ku di unë nice qenë ato, po një moment dhe më thëmë po luja with or without, ju në Korç,
dhe njiftin pak njerëz with or without i për mua që domethënë në uzinë më shumë komercial ose bëjmë të. Domethënë e jona si shumë ai momenti është daj. Lavçi do njiftin with or without you. Se njiftin as atë. E njiftin por nuk është u bonami. Domethënë ishte imagjinoj ti gjysma e repertorit, gjysma repertorit që kemi mas with or without you. Imagjinoj donodë të bëjë një tjetër që më ke vënë të kështu. Ti e vetëm ti mund ti mund klush nga Iron Maiden deri ke më thellë dhe sepultura. Po i futi Metallica për të qenë i famshëm, më kupton, ose Nothing Else Matters. Po, që ti bësh njerëzit. Dakor, po ti kur bën Nothing Else Matters, për flas ke rrymë, po them kur ke qenë ti fillim, po them kështu, pa ju fut thellë. Ti kur bën atë në event ti, ke ajo që ti pretendon të bëhet si asi në mëngë, asi. Asi sta një Po, dhe çik janë pa pini birë më bet këtë. Drejt, shëndra ime kjo, po. Kurse studio e ka këtë të bukur që gënjeni çik vetën, nëse ke parasysh. E di, e kam parasysh. Ne natën bashkë kemi nejt, na është duk, unë më si sot. Kemi nejt natën, si kemi bëti. Më thënë kemi nejt një ditë kemi bërë X këngë shumë nuk kanë rëndësi, me batrisin që bëm atë. Dhe që a very good night, por tash nuk ka në atë moment që ti bën nuk mendon për suksesin. Fare. Kurse live e ka këtë problem. Live e ka këtë problem që e shef impaktin direkt. Tani është momenti Gendo që të falenderojmë ata që na mbështesin, janë pikërisht sponsorat tanë. Dhe unë do të falenderoj Jack Danielsin, i cili është me ne që nga dita e parë e këtij podcastin, sezon e parë dhe edhe sot që flasim është sërish pra nesh. Faleminderit Jack për mbështetjen e pakurësyer. Faleminderit Jack. Gjithashtu falenderojmë edhe Jambon, e cila vjen me një ofertë gjatë muajit nëntor për të gjithë ata që blejnë në jumbo.al në vlerën mbi 1000 lekë. Transporti është falas. Shumë faleminderit Jambo. O Brizo, po si erdhi pasaj shpërbërja? Ka ardhur prapë natyrshëm thjesht u bot kopa taku ja pasaj muaj pasaj vit apo e lat ulën tavolinë dhe nda. Po duke ikte iku Josli iku më filloi kjo situata që domethënë miku dhe e di si e shpjegoj një këtë duke pas kur si të them se nuk e di si e ke pas ti as ti domethënë kur shokët e klasës tanë ose është grupi jot shoqëror dile për shembull të them Charles se po marrim se ke Charles më rrit që ke i pari ke gzimi nga kalimi poshtë ke gzimi po nga kalimu ke Tajvani poshtë gzimi gjazi kur ka jetuar 400 vjet ku do 400 vjet gzimi ka jetuar edhe 100 tjera sigurisht që kemi pas ne më shumë po edhe ne kanë gzim dhe në momentin që ti ishe grupi jot shoqëror që ishe si ti ato të shkollës, ato të universitetit që të vini për balë, kishe ca shok, ato u bën me shkolla, ikën jashtë, ikën dhe ti e duke lujt për të tjerë, që janë new faces, komplet pa lidhje me ty, dhe me thënë të aty automatikisht nuk është se për shef, a dhe anë ekonomik, atër, ka që shumë e dobet nga anë live. Normal, s'ka pas pagu, shumë pak, më thënë, pagu është nga 30-50 lekë. Këto shifa e po të kapshën e 400 që ishte... Se me visin, se visin, e të regojmë gjithmonë, me visin që ka qenë me mu bëdej që ka vla puna është të thosh si marrë të lekët e nga bëjt ishtë lekët që morëm nga gjithë nata është një round shot se është ke living room një round shot se është ke living room nuk shtyshë dola zhjith nata nuk shtyshë u bë dhe më Tirana ndryshoj. Ne përfundom duke lutë për njerëz si kishim më as shok. Domethënë shoqi qefi që ke pjesa që to Petron nisat sa Samiut kam qenë ose këto të shkollës gazetari i grumullimit të shoqënisë. Këta nuk qenë më. Këta ikën jashtë ose u rritën ose u futën për punë as kishin më nerva. Në atë momenti kur lun për të tjerë, at least të paktën duhet të jetë komercialitet në ana ekonomike që të paktën ndrosh digjitale. Dhe si është asaj, tash është më ndryshe. Pa edhe tash s'është ka nishu. Dhe kur në këtë moment fillon diku u shkëput çunat një nga një. Fillon u mor njëri me video, Gjosë me video. Pastaj vizi kishte që bëte ca gjëra të tjera. Unë fillova duke të bëj studio, fillova duke futi këto dhe më shumë kisha menë të bëja bite, se ti bija live. Nëse ato ose pastaj fillon në projekte të tjera, ne vazhdojmë shkolla se nuk s'kam marrë këtë shkollë, domethënë kam qenë gazetari. Kam bërë punë tjera, nuk është se kam qenë në punë tjetër, kam qenë në radio, kam punuar në projekte ku dëgjon ça. Po që me mosh. Tani është cool, unë e shoh tani është çik si cool për ne. Po them ne po e fuz veten ke moshën që kemi. Tash është cool që ti dalësh, domethënë edhe ta lush, bësh edhe këngë sepse ke lloj identiteti. Ty të njohin të gjithë. Ti mund të bësh një këngë çuditshme dhe të respektojnë. Se ta pritet gjeme çka ka bëgë, s'është kot.
Kurse në atë mosh, kur je mas si tjerët po ikin dhe po duket sukses që ai po ikën jashtë, po ti që më vë jetën tate. Si ishte edhe kjo në shtëpi, se ke formuar akoma dhe identitetin. Po për shumë njerëz ka qenë që më mirë futi punëve se sa po ndërroni gjë që s'po ndodh. Nëse zgjedhja studios për mua ka qenë zgjedhja tamam se ti ke pas e ke dash, e ke dash. Form office ajo. Edhe në shiksi office studio. Pra është shiksi office work, nuk është komplet live. Shumë e drejtë. Ripak mund ta bësh dhe me kafe, të ulesh, nisin mjese, se s'është vetëm studio ka podcaste, ka reklama, s'kemi bërë të punë. Unë studio kam bërë shumë muzik filmi, FX e filmi, reklamat e audio, Lori Kafe, me Indrin që kemi punu. Kështu që ajo që edhe një formë ofisi që audio që ke pasion ta bësh në formë biznesi. Dhe kjo kaloi domethënë që të gjithë rritën, sa bën vinte se erdhi natyrale shkputë. Fundi ka qenë biles tash do të them për çfarë aty të ngjelet hatri, po fundi ka qenë që jam zi me visin. Se visi do ta them se ai si më gjë për këtë vizja kam vëlla. Po që jemi zi sepse nuk ta them do të ku është lujt se nuk do të bësh reklama, po ka qenë moment që ta them për të qesh do të them ka qenë Bled Borako, bam kitarë, unë Mardi, unë Visi, Bled, ku qenë grupi çuditshëm fund. Për nuk ishte ai fillimin fare dhe edhe po këndoja unë të shumë, sa shpejt, po luet, po dhe nuk po e bëjmë, do të po pëthesha gjithë, shiko ka qenë këngë gjemëzit, shiko që ka qenë shpejt farë, shiko që do të me marru punë shpejt, vizi, kishe punë, pëse. Edhe të vaj mjë dhe ikë, dhe hamë se kam i dasëm, dhe ikë dasëm, mos jam vëtë gëtë. Dhe shtu me më thuj, mos bëjmë i këngë, i shikon, a që pak shumë, përfundoj gjaj, se kam i dasëm, dhe shtu me më dajë, se bëjmë gejshim këngën, edhe i rash shpejt me myll. Dhe s'daj, nuk vazhdoj që. Edhe jenë bërë shakati, pa ty dhe s'leta që jeshtë, se vazhdoj që si bi shpejti dhe ikë shtitë. Edhe ne prapë të taku ma të nata, edhe prapë gallat që, ma nuk ikur rëndësia, nuk qemë të rëndësishëm. U shrujt vetë, nuk është se... Ja, vese s'qemë të më dhe në vetë, ne, më të nësi themi të që ajë ta mbyllim të që ti im pimbira. Dhe këtë që më bëjmë. Edhe ti thupë, sikur ikën dhe ajo qefi dhe më dhe radhë më dhe, është me mosh. Edhe u kalu në për shumë profesional, se si me related to audio and music. Po një projekte, një bote punët në radio, tjetër kishte lokal, visish më me lokal, më shumë me këto pjesë shu. Shu që se cili e mban akoma të ëndrën e muzikës brenda, po jo në formën live. Dhe vjen veta, kurse se ti ke tjetër gjë, ti ke qenë gënd për shpepa, edhe ti Renis Gjoka. Ne kemi qenë grup, usisha dhe emrim snifet fare. Edhe ne grup kemi qenë. Mim, dakord. Po grupi ishte një pas u shkëputën pastaj për të vazhduar. Dakord me grupin e Enis, po krijohet një kështu që sidoqë ju e keni edhe unë doja kur të diçë për shemb. Po se ndoshta se erdhi kurrë ajo fazë sepse ne kishim kështu si UK Dream Band që ishin 4 çuna që ne kemi qenë avantgard për kohën, kemi qenë avantgard. Se që ëndra të bëhesha unë këngëtar, domethënë kur. Çonat për bë muzikë tuaj, domethënë çonat kohë që keni dashur, domethënë tani ka filluar pak a shumë, se unë shoh dhe ke live që bëjmë ne zakonisht. Unë shpesh herë kur shohim një publik nuk më njeh këngët ose më kanë thirrë, është një publik që më njeh, domethënë është e sikleshme, provo 2-3 këngë të para tujat. Momentin që s'njohin as ato më kryesorët, ja këllcet me cover, s'kesha bë. Po shumicën e koncerteve tani ka filluar pak që televizi që njohin këngët, vin t'i knojnë këngët njerëzit dhe je i detyruar për mi bë. Kështu që kjo është vërtet. Është populli jon dok traditën tonë. Jo, është është kod forci, është kod forci. Është dhe kod forci, tamam. Do edukosh me radio, do edukosh ti artisti vet ku del sken. Nëse ty thrasin si Brizi, si Renisi, si Genti. Ti e di se do të jenë disa njerëz që të njohin pak kur dikin live. Ajo Franca që gjatë muzikë, unë kam dëgjuar, nuk jam i sigurt se unë nuk do të them gjëra që sem i sigurt, por unë kam dëgjuar që në ato vite që bëj muzikë rap francez ka pas edhe ligj që në radiot franceze të luaj 7% muzikë French. Po. Kur ke kështu gjëra, është i domosdoshëm për të harrosh ligji kur bë kjo muhabeti tani topit. Që po themi kështu tani topit, kjo që u ndryshu kjo situata, u bë dhe ligji që nuk luaj muzikë ujë, më mend që s'kishte asgjë. Atë moment ka qenë. Po më plak të dalin nga hiçi do të dalin. Imagjino edhe në Bullgari është bë për tallavan. Bullgaria kishte gjë muzikë ujë dhe këta filluan me shqiptarë, nuk veshin fare shqiptarë para Top Festit. Më mend vetë vend huja. Po, e më mend. Në atë moment që ligji u bë një blloku, filloi digital, ishte një momenti që u digitalizua situata, këtu bë çik më konkrete. Kjo nuk po merrem fare me politikë të zotit hiç. Di që kjo solli që ti shqipja hyri dhe këtë që ti duhet me eduku, nuk e bëhet vetëm ti dhe unë që po bëjmë shumë. Ti futi politika aty që s'ka më muzikë këtu i kështu, ose ku dëgjoj nuk sha dot më kënga, ku ti bëj ca më dashur, po hy fare ke këto këshillimet shtetërore se unë me të gjithë ashtu nuk kam asnjë lloj halli me këto gjëra. Çështja është që ky që ti duhet bër, nuk e bëjmë ne tash me zor, të marrim ti themi Europë se na dëgjon ne.
Jo, po nga diku do nisi, Do suport institucione. Do i lloj kështu që domethënë ajo nisi atëherë sepse u blloku. Po me kjo gjë tash s'është më ky ligj. I bëj është ky ligj, tash shqiptari kanë probleme që atëherë s'vesh shqiptare, tash vesh shqiptare sa dush, po tash hap krau fare, veç as dush. Dhe shqiptare. Jo, veç pse? Ble bit online, s'ka kontroll fare. Vi online, bli këngë vjedhme, veç as dush. Blie çori kënga tjetër, nuk hedh asnjëri një gjyq vjedhjen. Po, tamam. Me u fut kështu, po kush ta bëj gjykata, kush ta bëj? Një gjykatë merr me këngët apo do merr me provat e dinjës. Këngët me 5 euro gjyqje, po janë kot, nuk mund të merr gjykata Tiranës me me duhet një gjykatë këtu çfarë administrative sika. Po mund të ketë kështu me institucioni thjesht apo që merr të kanë zyrë aty i çelsin qafe. Ta marrin shembullin ti, se s'do të i fare shtetin nëse na dëgjoj s'ka lidhje fare me shtetin. Ç'është ajo? Unë ti ke këngë demo akoma ke studio ime. Po. Unë harroj fare që ke qenë jap tjetër. Ti me gjyq mu, do presim gjyqin e gjykatës Tiranës. A jenë të ezi? Po ti sa ke kështu më betesh? Ose këngë online që i blejnë bitin edhe i vjedhin e shënë si ka e bëj identik si filani dhe ti sa të merret vesh, ajo kështë bëj famshëm. Këto gjëra, po ti shtrëngosh. Ka grupe shqiptare që shtrëngosh të zjerë producente më të mirë, por nuk vjen nuk nxjerr hajduta, kupton? Në parim. Pa tash nuk mund ta bësh ti 3 veta këtu, do ndryshojmë qytetin. Qyteti është fast, është i varfër, përgjithësi dhe i varfëria s'është Londër dha. Londra ka 12 milion banor, që rroga mesatare 3.000, 4.000, 8.000 ku dëgjon ça. Po më pse se diskutimi ata bëjnë të pyetën. Pse Mozarti u doli në Vjenë, në Salzburg, edhe pse u njoh në Vjenë? Ku që legu? Gjithmonë muzika ka është bërë ku ka pasi çiku plas talent, është bërë ka pasi bazë ekonomike. Tash muzika e re, se muzika tradicionale në Kongo, Salif Keita, çan ta a tradita bluzi Mississippi ajo është e lindur aty dhe ajo dihet si shkemi ne talla, vasi shkemi ne këto tonat jugut e këto. Të rejat janë bërë gjithmonë ku baza ekonomike është. Po sigur kemi ku platformat janë, ku ca stage është, ku kishe Royal Albert Hall në Londër ti që dilte lutaj, ose ku Shakespeare kishte teatrin që dilte e bënte që boni vetë debate që bëj gjithmonë me njerëz. Edhe këto janë platformat gati. Kurse këtu tash ti s'ke lokale ku tush mova. Ja, se debatin që bëjmë shohë, ata bëjmë bashkë se keni nerva me pasi debat. E bëjnë grupet lokalin apo e bëjnë lokalin grupet? Domethënë çajm Tiranës sa dush, s'ka më vende ku luan. Këto klas kanë këto të rrokut. Edhe u them s'ka kur kanë qenë këto Manchester 91 dol to Stone Roses Oasis e këto pas për Anglinë. Ka pas shumë lokale live që kanë qenë para në disco clubs. Unë jam për këtë. Simas me janë lokale që i bëjnë grupe, sepse i shtyn njerëzit. Kanë qenë para një. Po i shtyn njerëzit që të bëjnë muzikë, po që të bëjnë prova, që të grumullohen. Po ta lokali i stage aty gati, kështu edhe këto sa rreth. Edhe imagjinatën e tyre që fillojnë të bëjnë provat, imagjinojnë sikur dalin në skenë edhe për grupet është mirë. Platformën olla. Kishte Top Fest, ata bëjmë grup dalin televizor. Edhe për grupet është mirë sepse në fund fare do bëje prova gjithë javën e grupi, ka përshkuar më shpërbly, një meritokraci do marrim. Meritokraci shpirtërore, meritokraci financiare. Ku do dali? S'ka ku del, grupi i ri, s'ka ku del. Po ti lokal, normal thot varet. Përfundojnë kështu kap në ku kanë një projekt, futu dal tu janë shesh, ato janë në varësitë, ku diun, s'është platformë gazh. Kurse kur ke ti 3-4 vende që mund të jenë financuar nga shteti, këtë çfarë, nuk më intereson fare, nuk jam të fut fare se kush i ka. Ore magazina më. Mund të magazina në fund dynjas, po. Kur ke 3-4 vende që janë çiksi gati, ti thu, vajte se po e bëj, po i ftoj vet njerëzit e ku dëgjon ça. Ka pas sa vende gati, edhe ka qenë me kollaj që të dilje. Tash i grupi i ri mendohet 10 herë ti hyj provave apo jo se do të mendosh 10 herë të bëj. Tullës, ku diun kush janë, 5 vende janë gjithsej. Por flas për të bërë live band, jo staresh, jo çfarë jeni ju, se ju jeni tjetër gjë. Po flas për çuna nga 16-17 vjeç, kurse në kohën tonë kishte një çiksi platform. Ja Charles, ku diun, ne 3-4 vende kishte që jo ai ton deda. Lizardi, Gjegu çfarë tani po. Dhe ti thosh, ore, me 4 prova ne dalin, e njofun atë i themi dhe hyn gjithë shkolla, patronini dhe mrapa. Kishte lloj kështu për suksesi moral, po them. Vjen nga platforma, pra nga vendi ku lun. Kur s'ke vende ku me luj, okay. Po një gjë, siç është venjuja që është objektiv për shkak për të shkuar aty, e njëjta gjë është edhe për mendje dhe për kompeticione për shkak, siç ishte se the vet. Siç ishte lokali ëndra me shkuke ku dëgjon ke Charlesi ose ke Mosketera Shëncika. Ashtu ishte ëndra dhe bosh edhe i këngë të re, se të motivohet edhe me kriju. Që shkojnë Top Fest për shkak. Ska kërkesë. Ore për trit nuk ka më, edhe po të marrim televizionin, për trit nuk ka më as produkte që kanë si bazë muzikën. Janë vetëm njerëzit që janë e quajnë veten profesionista që dalin, që janë ta firmuar si këngëtar, si artist. Dalin, nuk ka mos si Top Festi për shembull.
nuk ke më asnjë lloj kompeticioni për bendet e reja. Ta bëjmë. Ja. Ta provojnë. Po gati me Kanada se bëjnë kur duan, po punë masës, di. Masë nuk ka të ardhura. Ose po çfarë të ardhurash ose do flasim prapë për fast foodin prapë. Po s'kishte një të ardhur, pse nuk ka pas një të ardhur më të festë atëherë, s'besoj. Do t'i futem këtë mohabeti, po më shumë ka qenë dëshirë. Sepse ka qenë integruar me televizion, ka qenë integruar se bën top record, pastaj bësh koncerte të tjera. E ardhura që mundi merr atëherë. Tash shesi portokallim për shkak. E ardhura që mundi merr atëherë ishte rritja e popullsisë që të ndjekin më burr. Domethënë kishte dashamirësia pronar. Ja pra kjo. Tash ne po do më bë mirë, përposa saj. Kupton, se nuk është vetëm, po më të ardhët me çfarë pronari ose producenti gjithsaj po themi, ishte një person vizionar, po që i dha mundësinë të barabartë, kjo është ajo e mira që ai ka bë. I dha mundësi të barabartë dhe lan treg lirë, gjithë rrymat dhe publiku zgjodhi atë që ka zgjedhur. Do të fitoni kush, po pas këtë. Dhe merita ditë ishte që i dha hapësirë të barabartë. Albani ka ardhur duke si rock në fillim nga pamja dhe kitarë në dorë kështu, po që u bë një star i nivelit që i merrshin autografe rrugëve. Domethënë ato vite ka qenë shumë kështu. Që dilje rrugë problem. Albani u bë problem, se unë kam shok. Në ditën primë në kave, Albani ka qenë problem me dal. Nga Top Festi, Albani u bë problem, dilte në rrugë. Nuk dilje do të jam si mshyri, si më thënë, në për Albani që ne si kishin parë atë lloj situatë, se unë kam ne dhe me Ton Dedën, kam ne dhe me Sandrin, si shok, si shok. Më thënë, nga baba, nga këto. Po që jo për t'i ulet apo s'ka qenë situata kështu. Kjo pra e bëri platforma që krijoi, s'të bën drejt pra, atë pasojë. Doli Bono me kitaristën e YouTube në Las Vegas në rrugë. Leja, Amerika është tjetër gjë se nga small course është për tjetër gjë. Dolim në Las Vegas duke kënu rrugë, se kishin mendjen fare, nuk që fare vizioni me pak kush po kënu dhe ishin rrugë, ishin ulë si lypsa. Në vitet 90. Njoftë 2 veta, më funa au që ka ky. Më kupton, domethënë kurse ke mendje, kurse është kriju platforma. Ashtu është. Kur s'ka shkolla ekonomie, nuk do shkojnë studentët për ekonomi, s'ka shkollë, ku do shkojnë? Kur s'ka vend gjëra, kur s'ka vend e punë, kur ke 500 sufllaqore, sufllaqe do bëjnë njerëzit. Ose do, po do thosh, boresh ekonomike, do bësh shpikun. Po, tash kur i ke lokale do vetëm DJ. Easy, tek tuk në kështu edhe këndimet që po bëjnë to. Ti ke superstar, po marr nga 10.000 euro nata, 8.000 euro nata. Merë vllai 2 kitar, çfarë po të prish? Janë lekë shpenzume. Sa do marrë 300. Lekë po i merr që po i merr, bëhet tamam. 5.000 po, më tamam le ta bëj me DJ. Po i çfarë, kanë 10 vjet edhe këto të repit e këto, 10 vjet i soi valla. Por dakord të bëjnë në angli ashtu dhe ata ne kanë filluar bëjnë 4-5 koncerte kështu, në këto të repit amerikanë kështu, po shifin turë ke Jay-Z, bateri. Normal. E ke bateri, okay, ke ca jo, ca po 1, 6, 7, ke quality e burr. Po ti shih Prodigy të burr, Prodigy që o ishin muzikë elektronike. Ata dolën. Kur dalin live ato janë me bateri live. Tu kanë këtu. Ka standardi i vendosur ndër video burr. Si ti ke burr veç me kompjuter aty, me baza. Ka standardin. Si ti ke, momentin që ke klientel del. Sepse aq është tregu i njerëzve, duan aq thjesht, apo kaloj mirë të pimni gotë që raste, do të merrni shishe këtu. Aq është. Puna është që kur rritet ekonomia e Shqipërisë, dalën do rritet do, se kushdo që tjetë që ta doj, do bjeri kjo plak, se do filloj cilësie, do bjeri pak, domethënë në shumë ngadalësi, por do bjeri pak, do duhet çik më shumë cilësi. Se s'mund të jetë tash gjithmonë DJ dhe robi gos aty yll, ato morën vesh yll kjo. Si morën vesh. Po sa herë do shohësh shumë e pam, po s'pa e morën vesh. What? Ke dyta shkoma? Ti do shkosh 3 herë çovësh një ditë. Po shkoj fare, po ka ti. Më shkoj herë. Po jo, nuk po shkon ty direkt po. Çu shkoj nga 20 herë. Paguaj biletën vetëm për ta pa. Po pra se s'ka rëndësi se çka kongë këno. Sa të rritet niveli nuk do mundohen që edhe ato që kënojnë ashtu do fillojnë ta bëjnë pak më cool. Mendoj unë. Po këto programet kalojmë një tjetër mohabet, programet me AI. To me janë të frikshme, unë shqyqyr zotit punohem të bëj disa lloj punesh që mos jemi varur nga kjo, se këto kam për të nxjerr, mendoj tek 80% jashtë lojë gjithë producentët, domethënë. Po pra se po shihni janë sa programe kreativ. Teknikaliteti i mikrofon dhe gjithmonë, regjistrimi, sessioni dhe jetë gjithmonë session. Kitaristi dhe kitarist, por në bazë kreativiteti ato analizojnë, unë ta thosh edhe çfarë që kam dëgjuar si herë të parë që nga 2000 atje në shkollë në kurs atje në angli që pash të produsin që analizonte si i bite baterisë James Brown dhe baterinë tate e bënte me përqindje si ajo në wave, jo në midi. 2012, po 2012. Ka si analizo, po ajo thjesht bënte sa
vonesat që bën për shembull. Ai groove valla. Dhe ti jepshe përqindjen e groove-it që kishte ai atë, kjo si ku po mendon. Dhe ky AI praktikisht mendim që më shumë mendon se dhe kjo tash me këto variantet që krijon ajo, dhe ti jep dhe traqet. Po dhe traqet është halli i madh. Ajo është traqet për ne, është halli i madh. Ti jep traqet. Se ti jep traqet me pagesë. Po nuk janë gjithë janë me artefakte, domethënë. Po prapë ti llogarit për 1 vit 2 vjet ai ka shku. Do ta rregullojnë atë. Gjithë rregullojnë. Çështja që do të japi. X adresë nga 1 ka shku ke versioni 5, do shkoj ke 10 ke. Ashtu është dhe nuk është puna. Edhe po ti dha pjesë ai po ti jep iden. Dhe kitaristit nuk ka nevojë të marrësh iden ta pagush ti kompozitorët, ta pagush ti bieshi kështu si kjo. Po, tamam. Po kështu si kjo bëhet një gjë kështu domethënë të marrën. Kjo përfundoi që se po diskutonin ne, përfundoi që unë mendoj që do bëhet më e vështirë. Është si muhabeti vinileve, që gjithë thënë që s'do shiten më kështu dhe vinilet po shiten më shumë se sa CD-të dhe gjithë janë këty prapë se njerëzit do japin më shumë lekë për të bërë më vërtet. Dhe ne si producenta dhe ti, se dhe ti paguash më tepër. Mendoj që do bësh më pak këngë, por kur ta bësh do paguash më tepër. Wait a minute, this is the song. Po. Jo tashima, do iki vale keqe që një 2 vjet do bëhet asnjë lloj gjë, pastaj do bëhet çik më kështu që kjo është real music, do jetë si më mendoj unë, se do bëhet shumë e thjeshtë për të bërë këngë. Si puna analoge me digitalin. Kylie Jenner për dje. Është nice, hot kështu, okay, ajo është okay ç'është. Unë Kylie Jenner do jetë kështu si Kylie Jenner këngëtare? E më doli për dje. Po më do bëjnë gjithë se është kollaja plot. Po pse jo? Le ta bëjmë vëlla, s'është problem, po ti do si kjo do bëhen të gjitha. Dhe do jetë shumë e thjeshtë dhe do fillosh ta dëgjosh dhe duket kështu si gjë normale fare. Po këtë bisedë kanë bërë që para 20-30 vjetësh. Po dakord, para kanë bërë gjithmonë. Po çështja është që unë mendoj që do bëhet real music, do jetë kështu si kur hani, ke parasysh këto restorante që janë gourmet kështu janë veçantë. Elitare. Mendoj që do jetë diçka kështu dhe edhe eventet që do bëjmë ne do janë ndryshe. Mendoj që do janë eventet më private. Pra unë mendoj që ne bashkë mund të bëjmë gjëra që do i bëjmë, domethënë do t'i gjejmë formë që ne mos bëjmë, do gjeni formë që ne do bëjmë një event me vil, se po bëj ide kështu. Na tregon çfarë do bëjmë. Nuk mbaron. Nuk mbaron fantazia. Jo, po kjo është bë. Domethënë është gjë është private, një vit me hyrje shumë shtrenjtë dhe bëjmë me njerëzit brenda. Mos jetë më kështu që dhe ta shohin me vërtet. Domethënë nuk duhet më shef mos si producenti. Këta njerëzit duan ta shohin si experience se si e knonti. Se si jeti në studio. Domethënë njerëzit do pagushin më shumë atë natë që ishim ne bashkë me Trixin që po më të këngën, se sa koncertin tim. Ose ku dëgjoj, jo tëndi se ti ke tjetër lloj niveli, po flas, ishte shumë special, po jo, ishte se ti proper band, unë s'noj më. Dhe po të arrish që njerëzve të japësh t'ia tregosh me vërtetë si bëhet real music, nuk kanë më vlerë AI-t. Po konkurove si producent ke vdek me AI-n. Se AI bën një gjë që unë e bëj për 2 orë, e bën për 10 minuta. Bazën e fillimit këngës. Unë duhet pi kafe, ta menoj, kushdo jo unë git doda, ku ti gjë, gjithë kanë edhe procesi. Nuk ka të paguar, Nisë dhe shqipoj këmë, s'ka të paguar me procesi. Ajo është kalkulim në algoritëm, algoritmi që kurse çfarë bën AI nuk bën një event privat me 200 euro hyrje që trish njët me Gent Bushpepën e Merenisën dhe ta shohësh se si po i bihet këtij. Këto gjëra do jenë do jetë si restorant masterclass. Jo masterclass. Reality se vetëm reality. Qëndrimi po them gjëra që unë kam ide që edhe mund të bëhen edhe në Shqipëri. Dhe unë mendoj që do jetë më mirë. Sepse do ndahet artisti vërtet nga llumi fare. Llumi jo për keq, por domethënë tash është në mes. Se tash ai do bëj ai le të bëjmë për muzikë dhe do jetë poshtë dhe shkruhet. Në teori është bukur kjo. Nuk është teori, në praktik duke pas parasysh bëhet këtë vit. Do të them që me kalimin e viteve lloje vende po sot ka ndryshuar. Do pas parasysh edhe vendi edhe tash unë po shkoj shoh Manfred & Sons. Më shkemi shokun tim të shoh jashtë Shqipërisë. Ka shumë vite që nuk publikojnë më. Tash shoku im thotë se s'ka rëndësi kush është. Ai shoku im thotë ka filluar bëjnë ca evente kështu private, valla, që kanë qenë grup që mund stadiume, të shkojmë në Auto Arena në Londër për të pa. Është 20000 vetë frik, 200.000 lekë hyrja. Domethënë, do shkojmë atje, po wait a minute, ta bëgën edhe evente si private me 500 vet. Ato evente private është si quality, mund të jesh 500 euro bileta, ai do ta shohë live dhe nuk ka zhurmë, është si akustik. Ajo dhe me këto lloj gjërash do fillojnë të bëhen valla. Dhe këto lloj gjërash ai që të ka qejf ty, do të blej eventin. Nuk do të blej më këngë, por do ta shohë ty how to make a song, atë komunikimi me këto lloj gjërash mendoj që do jenë më lart se sa thjesht bërja këngës, se këngët do bëhen si me çek kështu. Si reklamat. Ke parasysh që bën reklama? Ashtu janë. Mendoj që këngët do bëhen, por realisht po bëhen që sot domethënë. Ulesh për 5 minuta blet 2 bita. Po tulemi ne sot bashk, jo për llojin e rrymës që bën Genti ose ti, po të bëjmë një këngë kështu si R&B, po më thibim shkurt, ne bëjmë një këngë për 2 orë.
Me si po bëhen sot. Po. Blen sa bite online. Në editoni, rregullon, ndrojmë të kohën, është 2 orë gjys, po të kemi Europë që shkruan tekst shpejt 1 orë, 2 orë bëjmë këngë. Tash kjo gjë sa special do jetë, sa vite do jetë special për njerëzit kjo. Do thonë këto bleva Ferrari, bleva kështu, u morën vesh. Se bëhet repetitive, u morën vesh u blen. S'kesha me blemo. S'ka për dyqone Ferrari. S'kesha me blemo. Maro materializmi. Mendoj që special events do jenë the future. Jo song making. Kam edhe kështu si sigurie totale kjo. Por njerëz tani që po masoj mendoj dhon. Për njerëz që bëjnë muzikë, jo për njerëz që presin të bëjnë muzikën beatmakeri. Po flas për tipa si punë këtu. Pra do jetë më shumë dhe royalties kanë ra shumë bot. Grupet e kanë pas 30-40% vetëm nga të ardhurat e drejtave të autorit. Tash e kanë me çdirë janë 10 kanë ra shumë. Ke lexuar të Spotify është gropo burr merr pak lek, për shumë kohë. Jo për lekët, po që masterin e majnë ato, kanë drejtën që të paguajnë, domethënë dolën ligjet e reja. Po platformën ai, këtë thash para. Tani topi bëjmë platformë, ai ka platformë që ti del, at least njofin. Puna është edhe jashtë, po bëjnë më shumë lek nga eventet, po më shumë nga eventet se sa nga të drejtat. Kështu që let's make special events më shumë se sa songs. Kupton? Kush po e pyet më këngën, kush është kënga fundi e YouTube? Më njëri? Ose më fare. Prap, ato do ti, dhe prap është plot. Ato. Unë isha ke Oasis në Angli. Këngët e isha ke Oasis tashin 3 gusht. Dhe gjithë këngët e vjetër, biles luajtëm vetëm këngët e 2 albumet të para. Se ishe ke Oasis që isha këtu më vlla. Çfarë thotë ne? Po isha ke Oasis. Dhe gjithë këngët e para, bën këtë të fundit fare. Normal. People want to feel the special që kanë kur ishin fëmijë, kur ishin të rinj. Nostalgjike është. Backstreet Boys reunion, Oasis reunion. I ke gjithë po kthehen sepse njerëz edhe 5 ishin rikthyer dhe 5. Ora nuk i intereson për këngën, as për këngën e re. Nostalgjia pra. I intereson special eventi njerëzve sot. Mendoj unë, pra ne them që le të bëj çfarë do ai eventin, s'ka çfarë ti bëj. Më ku është i fort njeriu është që raporti. Raporti privat, eventet e vogla dhe shtrenjta janë po bëjnë më shumë punë. Për pasurimin e diskografisë, ka nevojë dakord po them, domethënë jo të gjithë mund të shkojnë ke një event. Do thash ja të marrin 90% punës, po kjo është punë. Punova që mos jem repetitiv të gjithë. Ajo ka nes. Po ka një teori tjetër që do bëjmë mëbet filozofësh, nuk jam filozof, po ka një teori tjetër që e thot për shembull edhe Masku e thot, ka thënë një Jacques Fresco, që punët që kanë qenë për të punët që kanë qenë për të heqë le të hiqen përse njerëzit mund të bëjnë dhe punë kreative. Pra njerëzit paktën të zgjuar, jo tash njerëzit kanë hallë, kujdes kanë kohë të mendohen. Njerëzit zgjuar do ta gjeni gjë, kështu që unë nuk mendoj shumë të heqin nga punët paktën për pjesën e jo për pjesën e punës thjesht. Automatizimit. Po them për punën kreative. Punët që kanë qenë për kështu, aman apo gjejë më shumë. Do e gjejmë në një gjë më kreative se sa ajo beat making of AI. Nuk e kam shumë frikë. Dhe mendoj që forma si sulmohet ajo është duke bëj evente special, jo duke bërë thjesht pafund këngë. Këtu do të më bëj këngë herë në muaj më. Unë në studio kam vënë për unë çmend do bëjmë këngë tjetër, pse do të më bëj shumë këngë valla? Sa këngë prodhohen në Maqedoni më burr. Shumë më pak se këtu. Duke i këngë në javë. Isha hap bëjnë ai këngë në javë valla. Dhe i humb rëndësinë e produktit. Burr, a kupton? Po është tjetër më zgjatë. Nga din se bën këngë fast food edhe i humb rëndësia, din se kaq e ka kohë zgjatjen ajo këngë. Bëj këngë evergreen ti. Ke për të bëu tjetrën. Ja. Sepse ka kërcime shumë të vogël dhe bie shumë shpejt por do të shkëndijë që ti shkosh. Amplituda është si në skllavëri, amplituda është shumë shpejt. Kurse kur ti e di që kërcimin e ke të fortë, ti të pret derisa të afrosh drejt. Po bësh album për 2 vite, ai nuk bëhet edhe po pra, po nuk ka dhe logjik valla se ti s'po krijosh dot. Kjo song making shqiptar, po më vrap, let bi pak nga ai, s'na prish ti punë, mendoj unë. Prish një punë të madhe, puna është ne do të kalojmë ke kreativiteti vërtet. Që special events edhe okej, ai, po kënga u bë, po what? Mund të jetë mbi këngën. Kreativiteti s'është vetëm me bë bitin dhe me basin, përse aq bëj ai. Edhe këto vijat vokale që ti jepin, po i patentojnë ato. Po i patentojnë. Drejku kishte bish banda, dhe që kemi bandë blen logjikën e këndimit Drekut. Se para sa një viti që po e lexoja unë, shkoja dhe blije veje bitin dhe i thoja sing it like Drake. Dhe i bie dhe ai ti jepte një lloj forme si Drekut e Drekut. Dhe ti pastaj e merr dhe tash këta kanë kuptuar dhe kanë thënë, "Ok, blije atë gjën." Kështu që ti dalë edhe ai nuk do jetë pa lek. Do blien bandollat e këtyre dhe ti do të bie çik si shtrenjta menosh, blike ky, tash është fillimi, po ato ustallarët tani do rin pa buk gjithë, do soni me shok. Normal. Ja do ta menojnë me formë ekonomike që të kenë të ardhura. Them unë. Zdojnë ata që hajde bëjnë këngë gjithë Shqipëri, tallin. Që të mbyllen studiot. Ato thon pritet vllai është it's very difficult to be like Drake.
Edhe ai do ta bëj shtrenjtë atë, blie 300 euro, thotë pritet 300 euro, prap do dali kreativiteti. Prap, dhe për të gjusin, po të gjoshi këngëtar që knosi Drake-u, prap do thosh knosi Drake-u. Kno nisi David Coverdale, knosi David Coverdale, prap se prap nuk keni. Ai mund të krijojë 1% e vetis Drake-ut dhe Gent Bush Pepos. Ose dhe Renise dhe mund t'i japësh 30% këtu, 40%, kështu është edhe që me bitin që po diskutojsh, sa përqind dozi James Brown. Po nuk mund të krijon dhe një nga janë bërë tentativë, nga hiç që kanë krijuar një artist, po e dëgjova herë dy herë, por nuk ka asnjë lloj vërtetësi se është njeriu e bër. Ishte grup, kështu dalë vend parë. Ishte grup, Rick Bauder kanë nxjerrë në. Dhe jep ti ndjesi boshliku komplet, domethënë nice, po what? Çfarë do një sekondash, se grupi dhe këngëtari. Ti you fall in love with Thorburn, ti bimren, edhe filloi lexo kush është. Ç'e lexoj kush është historinë. Domethënë ti se ke Vasco Rosin se vetëm se po kënon atë ti fillon thua ai u ka qenë burr, ka shit drogë, ka qenë histori që më kujtu nga që e ke këtu. Dhe unë nuk e kam qef Bonon thjesht se kënon with or without the burger, futja Irlanda dhe kjo gjëja me ai nuk ndodh. Po, normal. Dhe kjo human touch që ka i vërteti do jetë forever. Kjo është fizike gjithkohës. Do jetë forever apo se unë bim rend me këngëtarin, unë bim rend me ikonën. Gjithsesi se AI do t'i japi dorë patjetër artistëve, ka për t'i dhënë dorë sepse ta lehtëson goxha punën, po në fund ditës ka për ta bëu vetë punën. Ato që t'jep AI të t'jep drejtimin, pastaj do bësh. Po ka abuzues sa dush në nivel profesional që ke dhe aq mund ta shfrytëzosh. Për shembull një person që nuk është dhe aq shumë profesionist i fushës për shembull. Po hye bën. Hye dhe bën dhe të konkuron. Kjo është frika që diskutojnë gjithë. Konkuron për një publik që nuk merr vesh, do thosh. Po live çfarë do bëj? Me aty shallbas, ç'do bëj? Jo po se live është më betë. Po jo po se live është kjo që diskutohet ti deri tash. Po bëjmë te kalkulimin ekonomik çfarë tham çfarë. Qofse po themi që live ka filluar që live-et i bëjnë më shumë të ardhur, këtë le të bëj këngë sa dojej. Po pra ato. Po nuk shkoj po. Easy gaining, çfarë do fitoj? Jo, nëse po themi që bota ka tash 80% të ardhurve nga live, po, normal. Dhe 20 nga këto, ky që bën shumë këngë do jetë ke 20-ça, se live do bëj këtë. S'do bëj asgjë. Ky që le të bëj këngë sa dush, vlera vetë këngës do jetë si S'përballet dot në skemë. Si puna kur vjen job 10.000 lekë, që vjen më job sa dush se s'na prish punë. Se 10.000 lekë, po ta vej 200 fillon të pritjer dhe ai do vjen job 10.000 lekë në parim. Normal. Sepse ajo që do fitojë do jetë këngë, po këngë mos i ka rënë vlera. Shumë. E vendeve është ngrit. Se po e bëj shumë kështu. Po vendeve është ngrit ti. Po bëj ndaj këngë sa dush. Po 200 këngë ditë, unë si di, unë hap YouTube-in dalin edhe që i njoh. I shoh të reja kur i bën edhe. Kur i bën. Dhe ka raste që kur është që shpejt dhe kur do bëhet shumë shpejt nga ai do jetë pa vlerë fare. Si muhabeti i filmit, do e ndrosh për një sekondë. Tamam. Mendoj që domethënë okay do të ndihmoj, po ata që do e përdorin nice dhe në tjetër nivel. Ata që do e përdorin sa për të bëj këngë do ngelin ke rrog. 1.000 maksimum. Mendoj unë, kujtëm, s'ma jep, nuk kam shumë frikë. Tani Frikë kam se po që më thënë. Më shumë frikë kam mos. E bukur kjo. Më shumë frikë kam qofse më thyet gishtë se nga AI, domethënë. Qofse më thyet dhe i që si bidot piano se sa nga atë të dita bëj dot. Domethënë është si tush do ketë më muzikë klasike. S'ka muzikë klasike. Një janarin vjen, nuk e kap dot kur biletën. Po. Kape, provo kape. Çka këngësh janë? 1600-s. Bau, Wagneri, ni kape. Ik shkorojnë e bërthoshi muzikë klasike. E kap dot. Ç'e vështirë është. Po s'ka të reja. Shumë pak. Ato pra, ato njerëzit shkojnë për të mos një gjutë reja. Po si duan fare, për më nuk duan të reja, është një, domethënë, okay ka rënë, po make it more special të që është special dhe jetë gjithmonë aty. Thjesht do bi përqindja, mendoj që nuk kam një teori që nuk if you make cool events do jetë shumë më mirë se sa të bësh këng kot, pa fund, kot. I bi vlera burr. Shumë drejt. Çu mendoj? Kohët që jetojmë ka aq shumë këngë sa që mund ta gjesh vetëm këto. Nuk është nevojë me një gjë 20 këngë në vit. Do lëre si tjetra, kot. Tash ne kemi nisi këngë ke studio dhe unë me Gentin, kur do e përfundojmë atë këngën? Kur të punojmë mes. Jo, më natë. Ndarë eksponohet. Duke njoftë një tjetër në eksponohet ndarë. Ja, ma nuk e, ma kur do, ma që... Në bëjmë si princi dhe ne pa orë. Nuk e më, pu. Se maj me, po unë nisë për një gjë që s'ka lidhe maja gjë që unë nisë. Pa ja, nuk e di. Sigur s'ka më. Nuk e më në fare. Po që shumë, unë nisë me shumë këshu. Unë nisë me vrull. Jo, unë nisë di pse unë ta di që s'do botë, pse Jo, sepse ishte shumë e kalkulume se çfarë do bëj.
Kur është që kalkuluar që nuk nis kanë akorde se ne kështu në herë nuk bëhet. Ne s'kishim as ideën, e kena Jo, kishim ideë, po kishim që do jetë standard, do jetë 122, do të çim kështu. Kishim ca si ke parasysh, jo. Ishin ca limitet vendosme. Kur ka shumë, kishim vendosur ca kunja. Po vazhdojnë do të jetë frustrat, po. Mund të bëjmë modifikime rrugës. Kështu që ato do bëjmë me çik më hopën kështu. Do bëjmë. Doni. Brizo je gigant. Brizo shumë rrofsh që erdhe. Ke dhënë një leksion muzike dhe kemi vite që s'merrem kështu me intervista kështu. Shpresoj që njerëzit që na ndjekin ne dim se njerëzit që na ndjekin i duan këto gjëra, kështu që shpresojmë se gjithë, sidomos artistët e ri, kanë marrë leksione shumë të mira nga ti Briz. Unë mendoj që artistët e ri do të merren si të bëjnë gjë special, jo të bëjnë bitin e radhës, bitet do marrin punë, do i ke online. Special mund të jetë eventi, mund të jetë kitara, mund të jetë si të bëjnë kitarës si Jimi Hendrix i mrapsh. If you're special, ke Luis Capaldi në i smur. I smur për dritë skenë. Me Tourette. Me Tourette, i smur dritë skenë është numër 1. Edhe Billie Eilish. Billie Eilish është weird fare. Edhe me Po Tourette. weird do burë çuditshme si janë njerëz. Ajo e bën të veçantë. Ajo e bën, tamam. Kështu që if you're special dhe gjesh i formë, po masa mund të jetë piktura, jo muzika. Po. Jo s'ka lidhje me muzikën, artin përgjithësi. Mund të jetë gjë tjetër. Ase dalin prapë kjo që nuk janë platformat për të bërë ty që atë specialin ta nxjerrësh në pa, pastaj është munges environment. Ata që kanë mundësi, mos i hedhin lekët vetëm për komercialitet të burr, këto që kanë televizione, gjëra po ti na dëgjojnë, ti hedhin bëjnë edhe platforma se këtu shkon më bëjë se morën dhe 1 milion euro më shumë. Mos i kemi ca asa në mong, do në regjisi. Ta bëjnë tip top fest se i gjë kështu, mos jetë vetëm to. Edhe shokë i pranishëm. E kemi ca asa. Ortakun e tretë këtu me kamerë. E kemi ca asa në mong. Nuk e di që ka edhe për platforma. Platformat janë shumë të lira për të bërë. E drejtë. Me platforma është shumë lirë, se çfarë ndodh më vonë pak se një jep një shpresë triu që do të dal atje. Dali, domethënë si mund të jetë për pikturë, mund të jetë për kështu. Kështu që ka shpresë, po që jo me punë kot. Ke dhënë shumë mesazhe për Po valla, ti ke diskutuar me çunat e grupit, ish grupit tat për të rikthyer prap? Ska mor malli, kam që bëj një event privat, një event privat i herë, po riktheni ato kongë, se keni kongë fantastike. Një event privat kam që më bëj. Po më dërë regjistrim o burr. Një orkestrim. O bën ti ose boku shumë. Do shumë punë më Po mirë, më çfarë bëngo? Kurse studion ke çesë të studios do më bëj manjak, ne jemi manjak, po jemi ato punë, i bëjmë tamam po shumë. Se po të vështirin kot për ti. Me këtë nivel profesionalizmi që ke arriti nuk duhet shumë punë zemra. Po jo më po duan bateri live, duan nuk mirë me burr na tregoj ekziston dëshira. Kliku ekziston. Kliku shpik. Vaj çef më bëni kështu si live shumë me të gjithë. Live me uri bashku për album, për shumë për kong 3. Remake me bë dhe me bite analoge, digitale, gjitha bashkë, të ketë një kështu si proper 6 veta, 7 veta në skenë, të jetë një gjë kështu. Duhet bë. Dhe normalisht të jetë jo gjë ekonomike si logjik, të jetë vetëm të jetë profi, ke është folja 2 herë, por nuk e di tash do të thrasin visin na nuk na Visa. Ka gjelada çu që dasma. Visa. Nuk na vjen visi. Vëm shaka, më është një lloj kështu si teori, inshallah ashtu. Dash zoti, sepse ka çuna goza sot dushin na ndjekin që e kanë përjetuar epokën tuaj të suksesit, kështu që edhe ne dy jemi fansat e grupit tuaj. Kështu që faleminderit që na erdhi profesor. Tove na bëri na morën me djeres. Brizo Rosh vlla. Faleminderit. Shumë faleminderit. Njerëz bukur, faleminderit. Shihemi në episodin e radhës. Ciao. Cheers.